Njeriu ballafaqohet me gjithë mrekullit, pastaj për cilin do Zoti i mundsohet ballafaqohet me Kur'anin, me librat e shenjtë, me pejgamberët e Zotit. Kjo starti që njeriu është i lirë të shkojë drejt kësaj rruge. Pra, këtu fillon o pozitiviteti dhe hapat drejt vërtetës, ose neglizhenca dhe mendjemallësia. I thu për shembull dikujt ka kriju i madhi Zot në trupin ton 37.000 miliard qeliza. Ç'u duhet mua? Të ka dhuru i madhi Zot shikimin. E çfarë? Truri ka 100 miliard neurone që funksionon kaq bukur sa ne kuptojmë çdo gjë, jemi ndërgjegjshëm. E pse ma thu? Për shembull, I thu po i madhi Zot kur ishte në barkun e nënës të krijoi këmbët, duart dhe shikimin që nuk tu donin aty, se as nuk kishe për të ecur, as të luaje basketbol, po e dinte Zoti që do dalësh nga barku i nënës dhe këto duhen domosdoshme. Mos ma thuj fare, se mlodhe, për shembull. Këtu fillon ngel në klasë. Kurse një tjetër ja përmend të gjëra dhe i thua e din që dielli që ka vendosur i madhi Zot, po të ishte më larg, s'do kishte jetë në tokë, se çdo gjë do të ishte akull. Qose do të ishte më afër, çdo gjë do të digjej. Ai din që shtresat e qiellit janë 7 shtresa që e mbrojnë tokën nga meteorët, nga energjia e keqe diellore me radhë. Ai thot, prit, këto janë gjëra të mrekullueshme. I thu, ai ke parë vëlla një që është i verbër, shumicës me miliarda njerëzve Zoti i ka dhënë shikim. Ai thot, po do ta mendoj, kjo është gjë shumë e madhe, kjo nuk mund ndodhi rastisht. Sepse unë thot rastisht nuk shikojnë këtë botë, unë duhet punoj 1 muaj që të marr rrogën. Unë duhet studioj, thot një student 1 vit që të marr vitin, imagjino diplomën, duhen disa vite. Dhe këtu fillon starti. Kjo është ne i dham dy rrugë dhe njeriu tani do filloj, do besoj apo s'do besoj. Zoti shikon këtë. Kur shikon që ti thu për Zotin gjithë këto mrekulli, gjithë ky krijim, duhet keti krijues, këtu fillon ajeti që përmendet ti. Jo ke faza parë. Zoti po të pa që ti thu, kush është Zoti që më dha shikimin? Këtu fillon të jep udhëzimin. Pra filloi kërkoj. Filloi kërkon, pra tani se ti rrethohesh nga miliarda argumente. Për Ibrahimin thot, "Wa qala lahu rabbuhu aslim", qala aslamtu li rabbil alamin. I tha Zoti, "Bëu musliman", tha jam bërë musliman dhe besimtar ndaj Zotit të gjithësisë. Nuk mund ta mohon ai gjithësinë, universin. Se universi është shamat për njëri që ton me bë bisedë serioze. Se me ja vendos rasti se me fillu pasaj gjëra që nuk kanë bosht, është tjetër gjë që ti don ta mohësh me zor. Kur ty Zoti të shef që kush është e vërteta, kush ma dha jetën, kush ma dha qenjen, kush mi krijoi gjithë këto të mira, kush ma bëri tokën si djep që të jetojmë. Shkenca sa më shumë zbulon, ne aq më shumë gjëra, elhamdulillah, kuptojmë. Këtu është ajeti që theti. Kur ti fillon kush ma dha shikimin, kush ma dha dëgjimin, kush i krijoi gjithë këto gjëra të bukura, kush është ky Zoti i gjithësisë? Ai thot, atë cilin e udhëzon Zoti, këtu fillon të jep udhëzimin. Ti kërkoj argument, ai ti shtot 10. Ti gjen 10 argumente, ai ti bën 100. Ai ti hap syt, ai të mundson që dalin argumente më shumë, ai ta pastron zemrën, ti bëhesh besimtar i sinqert. Në kohën që ti vjet dikush të flet, shikon argumente për ditë, hasha lillah, ti je babai. Bëhesh e para, martohesh. Pastaj bashkohesh me bashortën tënde dhe ai të jep një dhuratë qenie të gjallë fëmin. Dhe ty nuk të bën fare përshtypje, ti bëhesh me djalë, bëhesh me vajzë, i shikon sa të mbëljan atë herën e mrekullueshme si trëndafili, ti e shikon që ai është i plotësuar, ti e shikon që ai po rritet çdo ditë, dhe ty kjo nuk të bën fare përshtypje, tu Zoti nuk të udhëzon. Pra ka 2 faza. Udhëzimi i përgjithshëm që ai miliardet e argumenteve universale, toksore, sistemi diellor ja ka dhënë gjithëve. Këtu fillon sprova. Kush kërkon që kush i krijoi këto, kush është ai që na i dha këto, kush është ai që na krijoi neve, këtu ta hap udhëzimin. Qofse ti je indiferent, mendje madh, s'do t'ja dish, nuk thuaj herë faleminderit o Zot, ai pastaj nuk të udhëzon. Pra janë 2 fazat, udhëzimi i përgjithshëm dhe udhëzimi specifik. Qofse ke udhëzimi i përgjithshëm ti merr hapa drejt ti, si thot, kush vjen ndaj meje duke ecur, unë shkoj drejt ti duke vrapuar. Sa ai na krijoi, na pret patjetër që ne drejtohemi ke ai, dhe ai na i hapi shpirtin edhe zemrën. Allahu Akbar. Pastaj vim ke ajeti që thotë këto argumenta janë për zotët e mendjes. Si mund të jetë të futemi pak më thellë tani. Si mund të jetë një zemër që e kërkon Allahu? Si është ajo zemër? Ajo është zemër e sinqertë. Ibrahimi a.s. ka thënë Kur'anin famlart. Illa man atallaha biqalbin salim. Do shpëtoj, ka thënë ditën e gjykimit, vetëm ai që i paraqitet Zotit me zemër shëndosh.
Ka thonë yawma la tanfa'u malun wala banun. Në ditën e gjykimit thotë s'do të bëj dobi as pasuria as fëmijët, përveç kush i paraqitet Zotit ti me zemër të shëndosh, me zemër të sinqert, me zemër të kthyer tek i Madhi Zot. Njerëzit ndahen dy llojesh. Siç është edhe në Kur'anin famlar, po siç e shikojmë edhe ne për ditë. Zemër e cila e kërkon krijuesin dhe krijuesi ja hap atë, dhe zemër e cila është indiferente. Për shembull, me që e kemi nisur deri diku me jetën e pejgamberit alayhis salam, do të tregoj një ngjarje. Quhej Selman el Farisi. Që nga emri s'është arab. Pers. Faris janë persët asaj kohe, që në fakt kanë qenë superfuqi e madhe. Selman el Farisi, ato në atë kohë adhurojshin zjarrin. Dhe ai ishte i dogmatizuar me atë që adhurojshin ato. Një ditë babai i vet ishte i pasur shumë dhe kishte, po themi me gjuhën bashkëkohore, kompanitë e veta. I rinte vet kompanive duke i menaxhuar. Një ditë për një arsye e dërgon djalin e tij, ishte rrit tani. Selman el Farisi rrugës, kristianët në atë vend ishin minoranca. Dhe dëgjon që edhe shikon që njerëzit po futeshin në një kish. Dhe interesi, zemra e sinqert, hyn në kish. Fillon dëgjon atë që po mbante ligjëratën, mbaroi ai filloi ta pyesi, takoi njerëzit aty, i shpjeguan ato për fen. A di çfarë tha? Kjo tha që nga fe më e mirë se feja jon. Këto fliskan për një Zot që ka kriju universin, ne adhurojmë zjarrin çuditshëm, i gjuhë e cila nuk sjell as dëm as dobi. U kthy dhe ja tregoi babait. Babai ishte dogmatik në këtë. Djalë tha mos dëgjoj më, ne kemi fen ton. Ke parasysh nga këto dogmat kështu. Dhe ai nuk u qetësua më. Zemra e tij kërkonte Zotin. Dhe sa po erdhi një karvan që do ikte për Sham, ku ishte qendra e fesë kristiane në atë kohë, ai hypi në karvan dhe u largu nga pasuria, nga familja, vetëm e vetëm që me gjetë vërtetën. Kur shkoi në Sham, filloi të kërkoi dhe edhe gjeti një kishë madhe, edhe një drejtues të asaj kishe. Neti ca koma atë, po nuk u qetësua, nuk e ngrofi ai. Nuk ishte në nivelin që Selman el Farisi kërkonte. Pyeti përsëri dhe i treguam për një person që ishte i devotshëm dhe i dijshëm, i fesë kristiane. Shkoi ka ai dhe i ngjiti ai. Dhe derisa ai shkoi në afër e xhelit për të vdekur, nuk ju nda. Mësonte ka ai, dëgjonte nga ai dhe ishte i kënaq sepse në krahasim me atë që adhuronin zjarrin në vendin e vet, ai s'mund ta pranonte atë, se me që mpyete kush është zemra sinqert që e kërkon. Mbasi i erdhi atij shenjat e vdekjes, ai e thirri se e donte shumë, e kishte bërë si djalin e vet dhe e pëlqente shumë te pasion që ai kishte për besimin. I tha un jam afër vdekjes. Por po të them një lajm të mirë. Se i tha po un ku të shkoj mbasi ti vdesësh, pra un se të kam referencë dhe un kam gjetë besimin. Tha po afrohet koha e pejgamberit fundit. Koha e pejgamberit Muhammed alayhis salam, i cili do të vi sipas citateve të librave të shenjtë, do vi në Medinë, vendi me hurma shumë, se ka disa specifika Medinja. Atje është afër dita që ai do të vi edhe do të shpalli pejgamberllokun. Ai është pejgamberi i fundit. Dhe Selmani mbasi ai vdiq, ju mbushën syt me lot. Mbasi atë e varrosën, u nis për Medinë. La familjen e vet, gjithë këto vite, la pasurinë, jetonte thjesht, i shërbente këtyre drejtuesve dhe shkoi pastaj përfundoi rob në Medinë tek hebrejt. Rob. Shërbëtor vetëm e vetëm se ai i dha i gzim, tha do vi pejgamberi i fundit. Dhe mbasi vazhdonte atje shërbimin ndaj tyre, pejgamberi Muhammed alayhis salam kishte ardhur në Mekë. Po Selmani vazhdonte në Medinë. Derisa i ditë dëgjon që në Mekë është pejgamberi, është një profet me emrin Muhammed, i cili së shpejti pritet të vinë në Medinë. Ky drejtuesi i kësaj kishe i kishte thënë, se i tha Selmani si ta dalloj, se mund dalë edhe dikush që pretendon që është pejgamber dhe profet. Tha do t'i them 3 shenja. Shenja e parë është që ai nuk e pranon sadakan.
Shenja e dytë është që e pranon dhuratën, shenja e tretë në shpinën e tij, në anën e djathtë ka shenjën e pejgamberllëkut që e ka pas çdo profet. I thash në madhësinë e një veze të zogut, dhe nëse e shikon dhe këtë shenjë tretë i ke vërtetuar dhe dy të parat, ai është pejgamberi i fundit që do vi. Kurani ka thënë ya'rifunahu kama ya'rifuna ibnahum. Ato të cilët i është dhuruar librit përpara, librat përpara të shenjta, e njohin Muhamedit siç i njohin bijtë e tyre. Ke parasysh fëmin tënë si e njeh dhe cilësitë dhe natyrën dhe emrin të gjithë. Dhe në librat e mëparshme ishte shpjeguar pejgamberi Muhammed alayhis salam si më e pas fëmin tat, aq qartë. Po, dhe ne mund të hyjmë edhe me një temë, se edhe sot e kësaj dite ka citate për këtë. Edhe deri këtu jemi në rregull. Kur dëgjoj, imagjino, një person, atë e zemra që kërkon. Kur dëgjoj që ka dalë pejgamberi atje dhe do vi edhe në Medinë tekstualisht siç i kishte thënë ai. Se shenjat ishin të qarta. Dhe Selmani vjen koha që pejgamberi alayhis salam bën hijretin e madh. Nga Mekka që e persekutonin, ne tregum për Taifin çfarë i bënin me radhë, Zoti i gjithësisë hapi zemrat e ensarëve. Ensarët ishin banorët e Medinës. Ato e pranuan fen me sinqeritet të jashtëzakonshëm. Kur pejgamberi i ka takuar ato në kohën e haxhit në mënyrë sekrete, ka qenë xhaxha i vet Abasi. Kanë biseduar dhe ato i kanë thonë kemi besu në ty si pejgamber dhe kemi besu në Islam. I tha xhaxha i vet, çfarë jeni ju në gjendje të bëni për Muhamedin? I thanë qofse Muhamedi vjen alayhis salam në Medinë, ai nuk do jetë ndryshe siç i mbrojmë fëmijët tanë, siç e mbrojmë pasurinë tanë, fëmijët tanë dhe pasuria jon do jenë mbrojtjet pejgamberit. Abasi mbesi ishte fjalë madhe, vëlla, ato po të folshin fjalën, ato kishte mbaruar historia. I tha, po mirë çka kërkoni ju? Që sa e bukur është kjo, vëlla. Po ju se do ta bëjmë fund për këtë Mekën dhe Medinën. Dakor, vëlla. I thotë, që sa bukur i thotë Abasi janë çështjet e mëdha, duan garancie, duan qartësi. I thotë, ju gjithë të sakrificë do bëni. Do rrezikoni jetën e juaj, do rrezikoni fëmijët e juaj, do rrezikoni bashkëshortet e juaja, do harxhoni pasurinë e juaj për profetin e Zotit. Ç'a doni ju për këtë? Dhe u kthy dhe nga profeti më i thon, kush është? Tha profeti, xhenetin. Çive sinqeriteti fes. Tha unë për këtë i siguroj vetëm që po i bën këtë sakrificë për pejgamberin e kanë xhenetin. Ato njerëzor, jemi të kënaqur me xhenetin. Xhenetin e botës tjetër të përjetshëm. Kaq ka qenë biseda. Do i sakrifikojmë të gjitha, po për çfarë? Ato një zëri, ku i tha pejgamberi fitoren më të madhe për jetësinë, xhenetin, tha jemi të kënaqur me xhenetin. Dhe ashtu ju përmbajnë Allah. Dhe pejgamberi alayhis salam i jep leje Zoti i gjithësisë që të emigrojë për në Medinë. Kush ishte atje? Salman Farisi. Siç ja kishte thonë drejtuesi i kishës atje. Edhe shkon pejgamberi alayhis salam. Ishte i gjë shumë e çuditshme që Medinasit e morën informacionin që pejgamberi alayhis salam është nis. Po pejgamberi alayhis salam ndaloi rrugës. Dhe pastaj u ndërtu Mesjidul Quba. Ndaloi me një vend rrugës që ishte afër Medinës. Ato pritën një ditë, 2 ditë, dilshin gjatë ditës në vapën e madhe, mos po vjen pejgamberi alayhis salam, gjithë duke e prit me kënaqësi. Ishin bërë tashmë shumica e Medinasve musliman. Dhe pejgamberi alayhis salam u fali dhe xhuman Quba. Dhe pastaj u nis. Edhe kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, pra thamë ne sprova e Taifit, sprova i vdiq Hatixha, i vdiq xhaja e vet, Allahu mallnushëm, ç'a thamë ajet bukur ne? Hatta yaqulu ar-rasulu alladhina amanu mata nasrullah. Ngushtohet nga era i shumë, sa thot vet një pejgamber, ose thonë dhe besimtarët bashkë me të, ku është ndihma e Zotit? Ela inna nasrullahi qarib. Mos u mërzisni, ndihma e Zotit është afër. Dhe ja hapi i madh i Zot me pritje madhështore. Njerëzit rrinin kështu dhe pastaj thanë dhe sot s'po vjen profeti Muhammed, njëri kishte hyrë në pemën më të lartë hurmës. Kur e dalloi subhanallahu alazim. I dalloi dy vet. Kush ishin? Giganti i madh i pejgamberllokut Muhamedi alayhis salam dhe giganti i sinqeritetit Abu Bakr as-Siddiq. Edhe ai njerëzit thanë edhe sot s'po vjen Muhamedi muslimanët. Neve Allah nuk e kemi pasur këtë fat. Imagjino ti ishe aty ta pritje pejgamberin më të madh dhe më të devotshëm që pasi për faqe e tokës. Ne nuk e kemi pas, po të faktën kemi kënaqësinë kur e tregojmë. Dhe njerëzit po ktheheshin se vap shumë. Edhe vetëm ai, erdhi Muhamedi dhe pastaj kur e kanë dëgjuar lajmin kanë dalë
bashortet e besimtarëve të Medinës, fëmijët e tyre, dhe e kanë prit pejgamberin alayhis salam, tale al bedru alejna min thaniyatil wada, mirë se erdhë ti si hëna e plot nga drejtimi thaniyatul wada. Tale al bedru alejna min thaniyatil wada, wajjaba shukru alejna ma da'a lillahi da. Na e kemi obligim ne të jemi mirënjohës ndaj teje pejgamber se ti po na thret rrugën e Zotit gjithësisë. Dhe është bu një gëzim i madh. Një nga njerëzit më të gëzuar ishte Salman el Farisi, i cili kur erdhi pejgamberi alayhis salam, një ditë se shërbente, hurmat ishin me shumicë në Medinë, pejgamberi alayhis salam duke net me shokët e tij. Ai njëçku filloi Selmani duke e provu tani, a është ky pejgamberi i vërtet apo jo? Si porosit që ja kishte dhënë i pari kishës atje. Shkoi dhe mori një tas me urma. Shkoi dhe tha: "O Muhammed, sa i ishte musliman akoma. Për kënaqësi, ju parë që jeni ulur, kam bën njët nga shpirti këtë me e dhon sadaka." Pejgamberi alayhis salam një ta marr, pejgamberi është ndalu sadakaja dhe ja ka dhënë shokëve të tij dhe vetë nuk ka ngrënë. Mbasi I morën ato hurmat, e mori tasin, ikte Selmani dhe qeshte rrugës nga kënaqësia. Edhe thoshte u vërtetu një nga 3 shenjat. Mbas një farë kohe mos të vinte në sy, e mori një tas me hurma prap. Edhe shkoi: "O Muhammed, më fal, tha, nuk dua t'ju ndërprej. Mu mundsun këto, kam qef nga zemra të bëj një dhuratë, disa hurma." Pejgamberi I buzëqeshi, si tham, ka qenë pejgamberi alayhis salam, besaman, I buzëqeshur gjatë gjithë jetës. Ka thonë ti buzëqeshësh njerëzve është sadaka. Si një që jep lek të varfrit, është edhe buzëqeshja në fytyrën e njerëzve. Ti buzëqeshësh e ti jesh I lirshëm, ti jesh I butë, ti jesh I këndshëm dhe I pranueshëm, është nga vepra sikur ke dhënë sadaka, sikur ke ndihmu të varfrit. Dhe pejgamberi selam I buzëqeshi dhe I tha: "Zoti ta shpërbleft." E mori një vetë ëngri, se kjo nuk ishte sadaka, kjo ishte dhuratë. Edhe ja dha edhe shokëve të vet. Selmani e mori tasin e urmave, pasi ato I kishin marrë vetëm tasin, iku dhe qeshte rrugës. Dy sa I e kishte shkri jetën, a tham për zemrat pra që kërkojnë Zotin. Ai e kishte shkri jetën e tij për ta gjetë vërtetën dhe e kishte kërku. A ka mundësi vëlla I dashur që njeriu ta kërkojë të vërtetën dhe sunduesi suprem I universit mos t'ia japë atij rrugën e dur, mos t'ia ndriçojë atij autostradën e rrugës? Dhe kishte edhe një e fundit ishte pak më e vështirë, sepse ai duhet shikonte në shpinën e pejgamberit alayhis salam pak në djathtë shenjën e pejgamberllokut sa një vezë e një zogu e vogël. Dhe kjo ishte pak e vështirë. Pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë I mençur dhe I zgjut, të hetonte për herë, si themi ne, ka njerëz sot të zgjuar që të skanojnë për herë. Pejgamberi alayhis salam as bëhet fjalë. Sa të shikonte e kuptonte çfarë ke. Se si tham, Kurani është për të zotit e mendjes. Një njeri që është pjesë e Kuranit, është pjesë e zgjuarsisë, e mençurisë. Një person që beson Kur'an dhe I shikon argumentet, thotë to janë argumentet për të zotit e mendjes. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte kreu I kësaj gjëje. Dhe ky person në një xhenazë që po falte pejgamberi alayhis salam, u afrote Selmani herë djathtas, herë majtas, zgjaste kokën, u afrote, do të më pa nga rroba, mos po e dalloj. Pejgamberi alayhis salam e kuptoi. Pasi mbaroi, u shkëput dhe e thiri. Tha: "O Selman, mos po kërkon këtë gjë", edhe e hapi shpinën. E shtyri rrobën, e hapi rrobën, edhe I tha: "Mos po kërkon këtë", e kuptoi pejgamberi alayhis salam. Dhe ai e ka parë vëlla shenjën e pejgamberllëkut në djathën, te tregon Aisha, tregojnë gjithë që e kanë pa profetin pa rrobën e sipërme dhe filloi t'ia puthi. Pastaj ja mori dorën edhe ja puthte dorën. Si Adasi që treguam për Taif. E puthi këtu, se gjeti të vërtetën, ja puthi duart dhe ja puthi pejgamberit alayhis salam kokën dhe ka qenë dita më e lumtur e tij. Tha: "O Muhammed, këtë unë kam dëshmi, eshhedu an la ilaha illallah, dëshmoj që Zoti është një dhe një I vetëm, wa annaka rasulullah, dhe ti je dërguari I Tij." Dhe është bo Selman el Farisi, aq I devotshëm, aq besimtar I mirë, dhe kur ja ka tregu pejgamberit alayhis salam gjithë historinë se si e kishte lënë familjen e tij që ishte shumë e pasur, se si e kishte kërkuar të vërtetën, se si kishin thënë për pejgamberin shenjat e me radh, kur ka arrit kulmin e devotshmërisë, e di çka ka thënë? Es-Selmanu minna wa nahnu minhu. Tha,
Selmani është për nesh dhe ne jemi për ti, ai është nga Ehlul Bejt. E quajti njeri të familjes. Ai ishte pers. Pra një familja e pejgamberit alayhis salam ka status të veçantë. Çfarë themi ne në tehijat? Masi themi shahadetin, themi o Zot mëshiroje Muhamedit dhe familjen e tij. Këtu futet dhe Selmani. Se ka thonë Selmani, kur kishte bërë gjatë sakrificë, Zoti ishte kënaqur aq shumë sa tha, unë e quaj Selmanin pjesë familjes tonë. Sa i kishte lënë familjen e vet. Vetëm me gjatë vërtetën. Dhe pejgamberi alayhis salam i dha atij një status të veçantë, tha Selmani është nga familja jonë. Dhe ka qenë një nga njerëzit më të devotshëm, një nga njerëzit që u nis në rrugën e Zotit, e Zoti ja hapi dhe e bëri çfarë? Shok të pejgamberit alayhis salam, pers. Subhanallahu. Pse është kjo sinqeriteti që ne folëm, edhe udhëzimi i parë, pra shifte argumentet dhe e kërkoi dhe Zoti i gjithësisë nga zemra e sinqertë që kishte e bëri shok të pejgamberit alayhis salam. Subhanallahu. Më thënë, pra një zemër e pastër nuk ka rëndësi të jetë arab për të futur. Okej, mund të jetë gjuha gjitha komplet që mund të jetë pak se, por kam përshtypjen domethënë që nuk është kusht që të jetë patjetër arab. Po s'ka se Ibrahimi alayhis salam si ishte as arab, as kristian, as hebre, edhe mbahet si njeriu dytë më i devotshëm që ka pa bota. Po në histori tjetër për shkak të zemrës pastër, sepse dëgjoj, e di se çështja kur flasim për zemrën e pastër, po flasim sepse në përgjithësi pse ceka arab ose jo arab, sepse pjesa tjetër përveç se duhet bëhesh musliman, domethënë duhet të thynte edhe disa tabu të komuniteteve të tjera që vinin nga një gjuhë tjetër e gjitha. Dhe për këtë po ngacmoj më tepër. Po me që jemi po këtu, hyrin në Medinë. Po. Selmani nuk ishte as i pari as i fundit, dha ishte ngjarje e madhe që po ndodhte. Në Medinë ishin hebrejt, izraelitët. Po. Një komunitet goxha i fuqishëm dhe me autoritet. Tani ato e njifshin qofsa arabët s'kishin një uri nga librat e shenjtë përpara, pra s'ishin një uri as kush janë kristianët, as kush janë hebrejt. Hebrejt ishin kompetentë të dijes të mëparshme. Me Musajin, me profetët e shumë që kishin ardhur ben Israilit dhe kishin qartë. Tani Abdullah ibn Selami, bides hebrejt dhe në Medinë kishin ardhur për këtë arsye bides. Edhe ajo është dishi që aty do vinte, siç ja shpjegoi edhe ai drejtuesi i kishës. Tani, po vetëm hebrejt gabuan sepse e kthyn pastaj në kombëtare. Po nacionalistë. Është si të themi ne, Muhamedi s'ka qenë shqiptar, nuk na duhet. Po pra ne po të ngacmojmë. Jo, po bojmi si Taifi pastaj që tha, po ty të gjeti Zoti, pa ty ka i far burrash dhe ne, a është shqiptar jo, nuk na duhet. Po. A është për shembull gjithë perëndimi, shumica janë kristian. Apo jo? Tani të thojnë ato, a është nga Gjermania Jezusi? Jo, lese zbonso nga Nazareti, nga Palestina. Nuk e thojnë. Apo si të themi ne sot, një gjë, kristiania jo, iki ato në Nazaret. A ke parasysh që thojnë për muslimanët, ik atje në Arabi. Po mi kristianët ku tiken se janë gjithë perëndimi. Shkojnë të jetojnë në Nazaret në Palestinë, se kështu i bën. Ne tikim në Arabi, kurse ato tikin, e çat ngelin në Europë, pastaj edhe në Amerikë, që janë feja kristiane, do të shkojnë në Nazaret gjithë, por nuk i zën. Ky është problemi. Pra kur e kap kombëtare, bëhesh qesharak. Pejgamberllëku është zemër e sinqertë, ja jep Zoti ka sjell pejgamberin çdo popull. Vetëm se pejgamberi i fundit ishte nga Arabia. Kaq është gjithë ideja. Por vetë ai ka thonë nuk dallon arabi nga jo arabi. Nuk dallon i bardhi nga i ziu. I than po çfarë atëherë i dërguami i Zotit? Tha dallon devotshmëria. Mund të jesh nga çdo cep i botës, jemi i devotshëm se kushdo, ti je më afër Zotit. A di çka ka thënë Kurani? Dallon Selman el-Farisiu. Çfarë arabi, çfarë shqiptari, çfarë komsie. Inna akramakum indallahi atqakum. Tha më i nderuar ju nga ju ke Zoti është më i devotshëm. Kush është më besimtar, kush është më vepër mirë? Unë bëj 100 mira, një mund të jetë amerikan musliman, bën 10 mira, është më i mirë ai që është shqiptar. Edhe e kundërta. Nuk ka fare ku jeton kush je. Përpara Zotit të vlerësohet besimi i thellë, ta kërkosh ta njohësh sa më shumë Zotin dhe veprat e mira. Çfarë thamë ne edhe dje? Kurani të godet, të kap shamat me besimin dhe veprat e mira. Nuk ke ç'a thua fare sepse her pas here gjithmonë thot besoni, bëni veprat e mira. Vetëm se e thot në forma sa më të bukura, të ndryshme. Thelbi është i njëjtë, besoni, bëni veprat e mira, besoni, bëni veprat e mira, mos luni nga kjo. Allahu Akbar. Kjo është e qartë. Tani Selman el-Farisi ishte pers. Abdullah ibn Selami ishte hebre. Qa tha? Se u bën ngjarje madhe. Po vjen profeti.
Hebrejt një pjesë u mërzitën se thanë profeti po duhet vite nga ne, ato pritëshin që Zoti një hebre ta bonte profet. Kur dëgjuan që profeti ka dalë nga Mekka, nuk dojshin me e pranu, megjithëse ato e dinin që Mekka ishte kryeqendra e Ismailit dhe Ibrahimit a.s. Kishte i lidhje shumë të madhe. A e din ti vllai i dashur që arabët dhe izraelitët që zihen sot janë vëllezër nga baba? Zihen politikisht, po jo fetarisht. Se edhe njerëzit, për shembull, ka njerëz që zbo musliman unë se po zihet Izraeli me ato dhe feja shpall luftë. Or janë vëllezër. Nga feja ato duhet ishin afër tu kuptojshin me njëri tjetrin, sepse rrjedhin nga Ibrahimi, Ismaili, Ishaku. Ne i njohim shumë fuqishëm në Kur'an e Ehlil Kitabët. Kur fillojnë interesat njerëzore, pastaj qëllimet e tjera, vllai me vllain vritet. Dakord? Kjo është flas themeli i besimit, nga Ibrahimi rrjedh Ishaku që janë beni Izraelitët, dhe nga Ismaili Muhamedi alayhis salam. Dhe këte hebrejtë e Medinës e dishin, po ishin fanatik për të ardhur nga, do flasim ndoshta i ditë për këtë, si tha i prisi. Tha, e dëgjova se pejgamberi alayhis salam u martu me hebrejen. Dhe ajo ja tregoi çka kishte dëgjuar se burrin e vet dhe babën e vet i kishte prisit e fisit izraelit. Dhe u martua ajo me pejgamberin. Sa ajo ngjoj vet që tha baba vet. I tha bashorti i kësaj, kjo ishte ke dhoma tjetër, e dëgjoi, tha, si e gjete? Tha gjitha shenjat që i kemi në Teurat. Po tha çfarë do bëjmë? S'është për ne, tha, nuk e besojmë. Allah. Pra, është ajo qaumie që quhet, që ti je fanatik e jotja, ose fisi jot, ose familja jot, ose populli jot, dhe ti nuk pranon asgjë tjetër. Tu kemi të kundërtën e zemrës pastër. Këtu kemi të kundërtën, që ti e sheh që kjo është e qartë, nuk e beso. Këtë e ka bëu për shembull Musaileme, se s'du dal nga tema në temë, se janë gjitha të bukura. Musailem në Kedhab, vdiq pejgamberi alayhis salam, doli një profet i rrejshëm, Musailem ibn Kedhab. Dhe filloi ai, po më qesharak, nuk ka pa historia islame, vëlla, botë sikur i zbrisë dhe aty në shpallje dhe fusë budallëqe. Vjen njëri i cili do të më mbështet, po edhe ai kishte ushtri shumë me qenë kundra muslimanëve. Dhe i tha, është për të qeshfa, ç'të është shpallur? E kupton se tani Muhamedi sallallahu alaihi me Kur'an, ty ç'të është shpallur? Dhe filloi ai se shtote kur lumi rrjedh dhe ca budallëqe. E di ç'ai tha? Tha, gënjeshtari mall qenket, drejt, se ishin zgjut dhe e njihshin gjuhën. Kur'ani sfidon çast. Kurani vjen melodi ta knaj shpirtin, të lexosh surën Yusuf mbaron nga kënaqësia vetëm në aspektin letrar, artistik, leje pastaj kuptimet e mëdha që ka. Pra ai që e kupton Kuranin në origjinalitet ka mbaruar punë. Ky dëgjoi këtë se kishte dëgjuar Kuranin ai. Tha më thuj ç'të është zbritur. Edhe tu u tall pak, edhe ai filloi budalliqet që i vishin mend. Tha mashtrues i madh qenke. Tha do më ndjekësh, po Musaileme ishte, si më thon, një deg e fisit me këtë. Dhe a do më ndjekësh, i tha. Ky i tha që je ke gënjeshtari, tha a do më ndjekësh, po patjetër që do ndjek. Më mirë ndjek gënjeshtarin që e kam fisin tim se sa të vërtetin që s'është nga ne. Allah. E kupton? Interesat e kësaj bote. Interesat e kësaj bote. Veti tha, që je ke gënjeshtari madh, po thon ke budalliqe me këto i mashtron njerëzit ti. Po tha do më ndjekësh apo jo? Pra hynin pazar. Po si s'do të ndjek, tha. Më mirë gënjeshtarin, po e kam timin, fitojmë diçka se sa të ndjek tani atë që ka vdek, tha Muhamedit. Megjithëse e ka të vërtetën me vete. Tani, Abdullah ibn Selami i tha hebrejve, i qetësoi. Tha rini rahat, unë e marr vesh as profet. E sfidoi unë, thate. Sepse në të vërtetë kishin ai shumë dije, ishte nga dietarët e Ben Israilëve, sa tha ky që po vjen nga Mekka, ç'a din Mekkasit për fen, e sfidoi unë këtë, tha. Unë i bëj ca pyetje dhe ai do ngel ose ta shoh mos është pejgamber. Pra zemrën e kishte për të pa një të vërtetë aty. Ç'a shikon vëlla? Shikojnë që pejgamberi alayhis salam po vinte. Në këtë çast edhe Selman el Farisi ka qenë ngjarje e madhe, ne po shkëpusim vetëm këto dyja. Dhe çat shikoj vëlla, një nur, një dritë. Një pejgamberin më të madh që e kishte mësuar Zoti si me buzëqesh, si me qenë i qetë, si me pas madhështinë e njeriut, si me pas edukatën në nivele shumë të larta. Ishte i turpshëm pejgamberi alayhis salam. Ishte zotni në sjelljen e vet. Dhe tani hyn pejgamberi alayhis salam midis njerëzve. Dhe Abdullah ibn Selami çante njerëzit më u afru, me e pa nga afër, me gjetë rastin me i bë pyetje. Njëri e ndiqte mrapa. Ai që shpresonte që Abdullah ibn Selami do e marrë vesh kush është ky. Vllai i dashur, sa i shkon afër, sa e shikon, nuk i foli gjua më dhe mbeti. I tha këtij ikim, tha, s'ka nevojë me pyet më. Sa po donte me ik dëgjon. Ja e Johannas, era parë që ka folë Medine. Gjithë njerëzit
heshtje madhe. Qa do thot për herë të parë pejgamberit madhit Zot, që ato e donin aq shumë, sa kishin thënë familja jon, pasuria jon, fëmijët tani sakrifikojnë për ty. Tani hyn Medinë dhe shumica prej tyre nuk e kishin iden. Pra ato që kishin takuar dishin tjerët, vetëm e dishin që o pejgamber kishin marrë dituritë e para islame dhe sa filloi me fol heshtje madhe. Pejgamberi ja juhen nas, o ju njerëz, afshus selam. Shpërndani paqe. At'imu ta'am, ushqeni ato që janë të varfër. Wa sallu bil lejli wa nasun niyam. Faluni natën kur njerëzit janë të fjetur. Tadkhulul jannata bisalam. Do të hyni në xhenetin e përjetshëm Zotit juaj me paqe. Nuk pyeti më Abdullah ibn Selam. Ju mbushën syt me lot, vazhdoi rjeshta siç kishte hyrë, edhe u shkëput. Ky që e shoqëronte, po të flas për zemrën e pastër. Ky që e shoqëronte i thot, pa u shkuam ne për ta pyet, s'ka nevojë tha. Fytyra e tij nuk ishte fytyra e një gënjeshtari. Kaq. E dalloi pejgamberin alayhis salam nga pamja e tij. Tha i kishte një pamje, ajo pamje nuk gënjen. Ai është pejgamberi i Zotit. Pastaj tha kur I dëgjova fjalët, s'kisha shtoja më. Ata janë fjalë si Musa ibn Imran. Ato janë fjalë si gjithë pejgamberët e Ben Israilëve. Pejgamberët shu kanë fol afshus selam, shpërndani paqen. Nuk është problemi vllai I dashur me I thot selam aleikum. Çfarë selam aleikum? Selam aleikum edhe ta hedhe? Selam aleikum dhe të bëj zullume? Selam aleikum të bëj gjitha të këqijat? Afshus selam çdo porë të jetës. Shpërndani paqen në gjithë shoqërinë. Ky është Islami. Gjëja parë që vendosi dhe instaloi në Medinë ishte, nëse s'kemi paqe dhe s'kemi siguri me njëri tjetrin dhe nuk e shpërndajmë paqen në çdo porë të shoqërisë, çfarë është sot nga gjithë filozofët, sociologët, psikologët, gjëja e parë që nëse nuk është në një shoqëri, nuk ka vlerë me qenë gjithë miliarderë, siguria. Me I vend që s'ka siguri, me I vend që ka krim, me I vend që nuk je I sigurt, me I vend që nuk del dot natën se mund të të vrasin, jeta është nuk ka vlerë me qenë miliarder, se për çfarë e don? Selami, paqja në çdo porë, të jemi të sigurt me njëri tjetrin, ndali një grua në orën 3 natës, shkoj ku det të jetë e sigurt. Ky është Islami. Këtë kërkoi dhe këtë instaloi realisht në Medinë dhe pastaj u përhap në gjithë botën islame. Kur I dëgjoi këtë, tha nuk pata nevojë tha me e pyet, ishte turp me e pyet. Pastaj kur qetësu situata, ky ngul të këmbë që ta pyesësh. Se e ke parasysh, u binda Abdullah Selami, ky jo. Dhe shkon e takon. I thot, o Muhammed, kam 3 pyetje. A mund të më kthesh përgjigje? Pejgamberi Selami I buzëqeshit dhe I tha, po patjetër. Unë tha jam një nga dietarët e Ben Israilëve. Një nga dietarët e hebrejve. Ti tha ke thënë që jam pejgamber, dhe unë do të bëj 3 pyetje ashtu si ne kemi mësuar fen ton. Po I tha pejgamberi, mund të pyesësh. Edhe ka edhe raste tjera mund t'i përmendim në podcast, është shumë interesant se si ato shkonin me dituri dhe pejgamberi ia jepte shpjegimet. Tha desha të pyes para kiametit nga shenjat e mëdha. Kush është shenja parë? Pyetje njëra më e vështirë se sa tjetra. Pejgamberi selam më thuj tha dytën. Tha e dyta është për ato njerëz që e kanë rrisë me hyrë në xhenet, kush është ushqimi I parë që do ushqehen? Pyetje vëlla që domethënë ai shumë thella ishin ke librat e shenjtë sa nuk I dishin shumicës njerëzve. Tha e treta është pse ndonjëherë lind djalë fëmia dhe ndonjëherë lind vajzë. Pejgamberi alayhis salam kështu në çast ka thonë I nderuar. Unë nuk kam pasur informacion. Tani më ka zbrit Xhebrail Emini dhe mi ka shpjeguar përgjigjet. Çast I sinqert I tha ai Xhebrail Emini, ato kishin bërë gabim, Xhebrail Emini ne kishin bërë armik. Besimi I hebrejve në Medinë atë kohë ishte që Xhebraili është armik I tyre. Hasha lila kishin deviju kjo pjesë. Subhanallah. Edhe I tha pejgamberi, jo, tha Xhebraili është ai që ka sjell shpalljet. Edhe ke Musaj, edhe te Isai edhe te Kun. Thot Allahu në Kur'an, wa ayyadnahu bi ruhil qudus për Isa alayhis salam për Jezusin, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. E fuqizuam atë gjithmonë për mrekullit me Xhebrailin, Xhebrailin djas gjithmonë Isas. Edhe kuptohet me Musan e me gjithë pejgamberët e mëdhej. I tha dëgjoj. Shenja e parë e kiametit është kjo. Dhe ja shpjegoi shenjën e parë. Shenja e dytë ushqimi I xhenetit është ky. Tekstualisht siç ishte. Dhe shenja e tretë tha, pse është djalë, pse është vajzë është kjo. Ai Abdullah ibn Selam ka thonë eshhedu an la, ishte I bind po për këtij tjetrit. Eshhedu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Është bo një nga besimtarët më të devotshëm, një nga shokët më të mirë dhe pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar me xhenet para se me vdek vet. Tregon njëri herë dhe me këtë do ta mbyll Abdullah ibn Selami, thot hyra në xhami në Medinë. Shoh thot një zotin njëri me mjekër të bardhë lezetshme, i pastër i rregullt me rrobën e bardhë. Njerëzit e dëgjoni dhe ky i shpjegonte për Islam. Dhe pastaj thot hiku, mbaroi, i dha selam dhe hiku. Dhe unë i dëgjova njerëzit duke thonë, shikojeni këtë njeri. Qofse ka një njeri që është banor i xhenetit, jeton akoma dhe ecën këtë botë është ky. I thash kush është ky? Më thon Abdullah ibn Selam. Dhe unë thash shkova dhe i shkova mbrapa. Se gjë e madhe, nëse doni me pa i rob xhenetit që ecën akoma në dynja është ky. Than gjithë shokët e vet që ky po bonte bisedë. Dhe shkova thot ke shtëpia dhe trokita, ai doli. Tha, çe mirë të ka sjell. A kisha vetëm një pyetje pas të madhin Zot. Po ta them drejt, tha, kur ti ike ato than, nëse doni me pa i banor të xhenetit që është akoma gjallë, ja ku e keni. Busjeshi tha, dëgjoj vëlla im. Se kush është nga banorët e xhenetit? E din vetëm Allahu. Hebreu, a? Kush është nga banorët e xhenetit e din vetëm Allahu. Por tha, kjo lidhet me një ëndër që un pash. Isha një natë thot kur profeti ishte gjallë, në gjumë, fjetur. Dhe thot shikoj një njeri që më mori dhe më nxori në një kopsht madh. Në një kopsht madh vetëm gjelbrim, vetëm bukuri. Pastaj të bëri i shenjë edhe u bë një mund të themi si ndërtesë gjigande. Në fundin e asaj ndërtese kishte i gjë të bukur sipër. Dhe i thot, ky që e kishte marrë Abdullah Selami nëndër, i thot shko lart atje në fund. I thot po unë nuk shkoj dot. Dhe i mori thot dhe me hypi lart atje. Kur hypa lart thot ajo e bukur që ishte në kulmin e kësaj ndërtese, më tha preke atë se ti e meriton. Dhe unë e preka thot. Dhe më doli gjumit. Nesme thot shkova dhe takova pejgamberin alayhis salam. I thashoj dërgumi i Zotit. Kam pa këtë ëndër. Ka thonë, kopshti i madh dhe i bukur është Islami. Ajo ndërtesa e madhe është devotshmëria. Ajo që ke parë sipër që e ke prek është kulmi i devotshmërisë. Ti tha je nga banorët e xhenetit. Edhe nga kjo njerëzit duke e ditë këtë hadith, Abdullah ibn Selamin e pranon si një person i cili ecte mbi tokë, po Zoti xhelleshanu me anë të pejgamberit alayhis salam e kishte pranuar atë si pejgamberi i Zotit. Dy pyetje që vin para se të sa shkoi ora, na iku prap e 32. Po do t'i bëjmë këto dy pyetje si patjetër. Abdullah ibn Selami pranoi Islamin. Çfarë ndodhi me pjesën tjetër të hebrejve? Dhe si e pritën ato Islamin që mori Abdullah? Do të flasim me i temë se do të hym pastaj pak më thellë të shpjegojmë që kishte nga ato që pranuan Islamin, nga ato të cilët e kuptuan që është pejgamber, por nuk e pranuan për shkak se e pritsin që pejgamberi i fundit ishte prej hebrejve dhe jo në një kombësi tjetër. Okej. Tani kam një pyetje tjetër. Në momentin që po më thoje, domethënë për gjithë provat që ka kaluar profeti sallallahu alajhi wasallam gjatë periudhës Mekës dhe me Medinën pa shku, pa bo sebevet e Mekës dhe gjithë Medina, paktën pjesa dërmuese bëhet muslimane, ç'a ndodh me zemrat e njerëzve? Do të thonë, pse është ndryshimi i Medinës dhe i Mekës? Po se shumë interesante, ka jetu atje, i ka bërë gjitha sebebe, xhaxhai vetë se ka pranuar Islamin, i vetë ferra ke shtëpia. Gjithë dhe në Mekë ishte shumë problem. Ndërkohë, domethënë që në Medinë me një takim hapen zemrat këtë gjë. Po, do të flasim sa bukur e kanë pranuar ato. Po, të bëj pyetje unë, pyetje me pyetje. Po. Pse njerëzit në burg bëhen musliman e jashtë jo? Sa ke për shembull të kanë bërë lloj-lloj krimesh, lloj-lloj gjërash. Edhe kur futen në burg, bëhen musliman. Mbase vetmia, meditimi me Zotin, pendimi nga rruga. Jo më lej këto. S'kan gjinafet më burr që të majnë peng. Femra s'kan më, drogë s'kan më, qefe s'kan më, pape s'kan më, kështu pengesa rrugës nuk kanë më. Lej këto tani jo po vetmia, po këto janë plus. Vallai, di çat pengon. Valla në burg s'bo do të lek mo, në format ndryshme. Tani do të dish për Mekë si pse se pranun. Do ta dish për dy gjëra. Pare pushtet. Prit, do ta shpjegoj thjesht vlla. Lej këto të tjerat. Një burg bëhet vlla se si ka këto gjonat mo. Noshta i pjesë sa ti nxjerrësh e ruajn la ilaha illallah, po të mbysin për gjona të tjera vlla. Flasim
A jemi të bindur për Islam real apo ti bëjmë qefin edhe vetes tonë dhe atyre që na ndjekin? Vllai im, la ilahe illallah, di çfarë është? Hiqi idhujt e rrejshëm nga qabja dhe beso Zotin e vërtet gjithësisë. Kjo ishte dëmtim i madh ekonomik për Mekën. Fiset nga gjithë arabët vishin dhe kishin idhull. A di pse kishte ai shumë idhull në Qabe, sepse çdo fis kishte pro idhullin e vet. Dhe 2 herë në vit vishin gjithë fiset dhe u bote biznes dhe tregti e madhe. Vllai dashur, po ti i thojshe la ilaha illallah, ishi idhujt zvite më njëri për mendimin e mbrapsht të tyre. Idhujt ishin sebebi lekut sepse 2 herë Mekasit merrshin në Sham shumë mall dhe i shitshin 2 herë në vit, ishin milioner, miliarder, po themi me kohën e sotme. La ilaha illallah, për mendimin e tyre të merrten qaf. Atyre bëj çfarë dush, vetëm idhujt mos i luj. Pra e para ishte lek, dakord? Tani Meka kishte i Paris, këto miliarderë ishin 10 vetë që s'tfalqin. Muhammed Rasulullah ishte më rrezikshëm se kjo. Tani ne 10 burra këtu miliarderë, të besojmë që Zoti ka sjellë pejgamber aty ti bind në atij, po ikër se s'njohim burr tjetër përveç nesh. Po tash po ta jap shpjegimin tiranëse. E kupton se mos të bëjmë filozofi, vlla, pare pushtet. La ilaha illallah ishte lekut. Muhammedun Rasulullah, tu bote pejgamberi i parë, ato gjithë milionerë e miliarderë të durojshin tani ka ardhur një Muhammed që deri dje ishte vetëm njeriu mirë. E kupton vlla çano them ato 10? Sa po tu bëjshin musliman, duhet merrshin mend për fenë nga pejgamberi alayhis salam dhe të fillojshin me rregulla të reja, me sistem të ri, kur ne thoshin jemi të parët tu. Vetëm Muhamedin s'dojshin ato si i dërguam. Ç'a i than? O Muhammed, hajde këtu. Ishte në Mekë. Pejgamberi alayhis salam ul. Pash Zotin i than. Qofse e bë këtë punë për lek, do t'japim gjithë, do bosh më i pasur jon. Drejt. Qofse kjo punë nuk e di, don femra gjëra, femra më të bukura t'i vëmë në dispozicion. Qofse do pushtet fusim ke dhjetësja. Ti jesh i farë burri dhe ti nuk morin, po tje, po jo të pyesim për çdo gjë, ti si pejgamber, futu këtu. Pash Zotin thënë, ç'a don? Vetëm mos na thuj Muhammed Rasulullah. Se jemi vetë në Rasulullah këtu, japim ne orientimet. Pejgamberi tha, o ju tha, sikur diellin të ma vendosni në djathën time dhe hënën në të majtën time, o do triumfoj la ilaha illallah unë do vdes. Sa i ku thanë, me këtë smirë është kjo i çmendur. Pra, do ta kapësh ke burgaxhiu. O vlla, kufizohet, s'ka ç'a bë mo. Dhe aty i pastrohet shpirti dhe zemra. Sa i po që e jashtë, vlla, provokohet nga femrat. Provokohet nga gjitha anët dhe s'ka kohë më, sepse hutohet. E dyta, është leku në qarkullim. Fillon njeriu hutohet, s'të lën njerëzit. Dikush të fton në një rrugë të mbrapsht, dikush thot hajde bo këtë, dikush thot leje se ke kohë të bëhesh plak, të bëhesh besimtar, do shkosh në haxh 60 vjeç të falen gjithë gjinave, tu ka shkencë nga gjithë t'japin mend për fen. E njëjta gjë është vëlla. Lek pushtet. Nuk e bëra më kot këtë pyetje. Jo, ishte pyetje shumë e mirë dhe unë mundova të t'jap përgjigje. E di pse bëra sepse edhe kam shumë qef që na e kuptojnë kështu vëllezërit dhe motrat, se kështu e duam drejt. Vlerësova shka. Jo po shpirti, jo po vetmia, jo po filozofia, jo po kur futesh aty lexo Platonin, leje vëlla këtë muhabete pa shtmondin Zot. Flasim hapur vëlla. Jo pa Aristoteli lexohet më këndshëm burr. Do merremi çik me komentet, po unë Zoti i begatoft që na ndjekin vëllezërit dhe motrat. Alhamdulillah. Edhe ne po i flasim me zemër të hapur vëlla. Edhe do ndalemi çik edhe pastaj edhe ke 3 përgjigje të podcastit që vjen. Na iku sabau, kur do... Jo, s'ka problem, po të ndalim këtë 3 përgjigje që dha profeti sa selam që kur pyti Selman el Farisiu. Selmani apo Abdullah ibn Salam, po klem në i gjo për nesër. Për nesër, pra ne po të them. Se thojnë ja për shumë, na trego përgjigjet, e hapim nesër vëlla, se po e dham sot, nuk na dëgjojnë nesër pastaj. Për zotin e kom komentet, i kom dhe unë komentet pjot që të thotë. Kastile, lash. Mi po jam i çik më kështu më. Zoti, çka kemi thonë ke podcasti parë? 1 minutë kur je me të gjitha të mirat, është sa 10 vjet me qenë vështirësi. Pra, edhe a do shpjegim real. 1 orë besim jashtë është sa 10 ditë në burg. E kuptove vëlla? Po, për zotin. Kjo është. Ti ta besosh jo se ke nevojë. Jo ta besosh që të më japish net se jam i smur. Kjo është gjë e mirë prap. Po ti i ke gjitha të mirat e zve njeri me Zotin.
i te i kaloj qejtë edhe tokën vëlla. Besim kulminacion i sinqert. Ti ke gjithat mirat dhe mos dvesh kënd me Zotin e gjithësisë. Kjo është besimi kulminacioni i sinqeritetit. Vëllezër Vlla, motra, ju Për ka Jusufin, pëlqyer? thot, më fal, Jusufin vazhdojnë të na e kërkojnë. Lutem vëlla një temë për Jusufin edhe për urën e Siratit. Një mesazh më fal që më bë qevin. Ti ke gojën mjaltë thot. Po ja, shukom sa dushën. Amin, amin. Faleminderit Zoti inshallah. A shukom sa dushën. A mbahet karafili në gojë gjatë ditës. Largoje se nga që mund të ketë element që jep fuqi dhe mund ta prishi agjërimin sepse karafili është një bim që jep fuqi. Shiko që thot, interesant një koment. Prap një tjetër thot. Nesër thot e kemi pushim thot, se i ka po ashtu. Dhe do të dëgjojmë thot me shumë kënaqësi thot. Me i fjalë që mbyllë vlla se na myte. Dhe për këtë. Zoti më. Allahu shumë vlla i kemi shumë dua që Allahu ju shpërblet me xhenet. Faleminderit gjithë vëllezërve dhe motrave. Kush mundet, kush dëshiron që siç përfitoni juve, bëjeni një share podcastit, përfitojnë edhe të tjerët. Këtu shoh selame nga Gjermania. Allahu të shpërbleft, më thot një tjetër vëlla. Ahmedi Milazimi ju shpërbleft për këto ligjërata të bukura edhe shpirtërore. Zoti të shpërbleft vëlla im. Rregulloni mikrofonin e TikTokut, ju lutem. Tani afër fundit jemi se besoj. Nesër më kam për detyrë. Sive një Elmira, po Allah thot udhëzoi banorët apo njerëzit, se nuk e kuptoj fjalën, që na quajnë arabë turq. Te që tham ne. Po kristianët, mirë me ne vëlla, po ku duhet mi çu kristianët? Në Nazaret. Se Jezusi nga Nazareti ka qenë. Zoti ju shpërbleft, thot një tjetër vëlla, me pa kufime të mirat e tij. Amin. Amin. Faleminderit shumë. Ja u pranov Zoti lutjet që bëni për ne. Sadria thot selam aleikum, thot nga Zvicra. Neuschen ja se marrë vesh. I stoku Kosovës, tu më mirë ke qyteti i Kosovës, sa do të Zvicrës se morë veç. Po janë të ndryshme. Selam aleikum nga Lugano e Zvicrës, Kosova, Petrova. Mashallah. Mashallah, selam aleikum nga Gjermania, Mona de Mahmutaj. Po ju pres me bo duan sot një. Selam aleikum nga Sauku. Zoti ja shpërbleft. Selam aleikum nga Frankfurt, Adnani. Selam aleikum nga Italia. A postohen diku këto ligjërata thot? YouTube. Në YouTube edhe në Facebook e ke edhe në Instagram, dhe në Instagram e hedhin prapë ne. E ke. Thot një tjetër vëlla, të lutem një temë në lidhje me shenjat e vogla para ardhjes së Imam Mehdiut. Edhe mund ta mbajmë këtë, është shumë interesant. Një tjetër vëlla, Zoti ja shpërbleft, ti që na jep dije, Zoti të shpërbleft në xhenet. Amin. Amin. Faleminderit. Amin. Zoti ju begatoft për gojën e ëmbël edhe për lutjet që i boni. Selam aleikum Erion Koçiu, selam aleikum nga New Yorku. Erion ti vazhdon tani të hash, ne vemi a gjenushëm vëlla, me zor kemi fuqime tonë. Ne kemi filluar shpërblimin. Jo, ne alhamdulillah. Se edhe tani lutjet mërina agjërimit inshallah janë pranuar. Lutem vëlla një temë për Jusufin, thot një tjetër, alayhi salam. Jo na kënaqe shumë thot. Na kënaqet shpirtin. Të duam shumë vëlla Elvis, selam aleikum për Gjermanisë. Zoti ju dasht. Na bëj dhe një lutje thot aman. Zoti të shpërbleft, amin amin thot një tjetër. Nga Londra, Rushdi Hoxha. A kishte profet thot dikush nga Kina dhe nga Japonia, po ka pas nga gjithë historikun botror, ka pas profet nga çdo shtet, nga çdo vend ku ka pas njerëz. Edhe po na shtin thot një me qajt, po edhe po na bën me qesh. Në fund. Po, qajtmen e kemi gjatë temës, qeshmen e kemi pastaj. Po jo, kështu është, edhe kur bëjmë misionin për shqiptarët, prap i bën njerëzit me qajt, edhe ke bën mirësi, e bën me qajt, fundi bën me qesh, pastaj se shpëtojnë kalamojt edhe këtu me njëjta gjë. Ka ngel merak thot Surja Kef, ato banorët e 2 kodrave për Xhuxh. Exonin thot kur do ta kemi për Kur'an. Inshallah. Zoti e begatoft, edhe i ka qenë lëvizje, sa në Zvicër e kam parë, sa në vendet ndryshme. Zoti e rujt vllajën ton. Mashallah. Mashallah, nga Chicago, Zoti i rujt edhe i begatoft. Elhamdulillah.
Siç duket ka ra Facebooku, për ne s'lexon më. Jo, kam sa dush Apo komente, ka? thot Anila Koçi, po dëgjon vajza 4 vjeç, thot një lutje, të lutem. Mashallah, na çoj Po, jo, na çoj video me gocën. Po, siç është Po, për shembull. po na e çove do ta udhim në Instagram. Po, fiks. Me mashallah që mos ta marrin sysh. Po, fiks. Mashallah. Imagjino 4 vjeç duke dëgjuar, o zot, elhamdulillah. Nëse kemi pas këtë fat. Jo, se kemi pas valla. Neve s'na lejshin kohën për Hoxhës. Një vlla nga Lushnja thot agjerim të lehtë, Allahu ja pranoft lutjet gjithë besimtarëve Klajdi. Zoti e begatoft. Interesante edhe kjo vlla nga Adri. Selamun aleikum, komentin e surës Rahman edhe ajetin Kursi. Allahu ju është përbleft, edhe kjo është temë shumë e mirë. Mashallah. Nga Italia kemi selame. Selamun aleikum. Dushku Marigleni thot faleminderit për diturinë, na kënaqë shpirtin, të paktën to podcaste mos i kanceloni, du me dëgju shumë herë gjatë vitit. Zoti të shpërblej vëlla. To do i kesh i ke në Instagram, i ke në Facebook, i ke në YouTube besoj. Po i ke në YouTube. Arbneri la na thot Elvis e dua shumë la. Jam vonë për punë sepse ju dëgjoj. Mashallah. Ja vëlla, të gjithë për Ramazan, unë nuk e di, çdo natë flej 1 orë deri në 2 orë, po i kapa 2 orë, elhamdulillah janë shumë. Kështu që është pak mu i cili nata na kalon kështu, po Zoti na rujt. E inshallah na mëshiroft. Thot një Perina Dulkarneni në Elvis. Besoj do kemi kohë të trajtojmë gjitha këto. Zoti ta shpërbleft o gjinderuar, fjalët e tua të kapin shpirtin, amin, jemi me fat që të kemi. Në fakt vëlla ne kemi bisedu, tani është 22 official, me thonë drejtën sa herë jemi mundu t'ja themi që ky Ramazan nëse do jetë vetëm le ushqimi dhe le pijen, s'është bo asgjë. Kurse në kohën që mundohemi ta fillojmë që me syfyr, me i temë shpirtërore, me i temë e cila na shton neve kënaqësinë shpirtërore dhe fillojmë ta njohim Zotin më shumë, ky është në fakt agjerimi i vërtet. Ky është Ramazani. Nuk është vetëm mos të hajmë dhe mos të pimë. Mashallah. Dua ju lutemi se është koha e sabahut, po inshallah nga Brescia, Itali, dua të pranuar shkojë 46 vëlla. Po. Kështu që Allahu i shpërblej, po temat janë ndryshme në fakt. Ka tema për Po jo, e di si kjo për shkakun deri nga dreka ose deri nga Mazditja, nëse do shohim komentet, nëse komentet tanojnë nga një temë, atëherë ne do Okej, ajo që do jetë më shumë. Ajo që do jetë më shumë, kështu që ata që kanë ndërmend kur ne mbyllim tani podcastin, le të komentojnë, me thënë drejtën, edhe ne mos t'i hyjmë në hak. Dje ka pas në Facebook 1000 komente. Po. Do t'i kthehemi edhe atyre 1000 që ka pas dje. Po. Sepse brenda asaj 1000-shit, nuk e di, ato mund të shikohen, po të shikohet video, do lejmë një person që t'i shikoj, edhe këto të sotmet, dhe ne duhet zgjedhim temat sipas asaj, se mund të vim në dy vëlla të flasim për çfarë demi këtu, po duhet të flasim atë që e ndajmë me vëllezërit dhe me motrat. Patjetër. Kështu që duhet të përshtatemi me tematikat që kanë nevojë për njohuri, edhe ne ta kënaqim shpirtin, po edhe dituria të shkoj për vëllezërit edhe për motrat. Tani ti që po bën si shumë interesant vëlla, sa je në Facebook? Se po bën si shumë serioz, duhet të kesh 3-4 mijë që të ndjekin apo jo? Jo, kam 800. He pra, Po i kam Po tani- 800, i kam si të po e ti Uhudit. i ke të bekum. I kam si të Po Uhudit, çfarë gjithë bojën me- fort, nuk po më hiq çfarë- asnjë. Çfarë të bojnë me 2500? Po mirë, elhamdulillah, ti Po Zoti të ti lutem shtof. ma, unë po ri duke qesh ti si serioz sikur ke 5000 që të ndjekin aty. Të lutem tani. Kështu që shkoj vëlla, ikin minutat e sekonda, shkoj e 50 për Zotin, kështu që bëjmë një dua të shkurtër. Po. Edhe Allahu na i pranon se ka hyrë koha e agjerimit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Përshëndetjet mbi pejgamberin Muhammed alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të sinqertë dhe mbi gjithë njerëzit e ndershëm edhe të mirë deri në ditën e gjykimit. Sundus i madh i këtij universi, o i gjithfuqishëm, o i gjithpushtetshëm, o mëkatfalës, o formësues, o i larti, o i drejti, o i dashuri me krijesat e tua. S'mundemi kur i madhi Zot harrojmë miliardat e miliardave të mirësive që na ke dhuruar. Çdo gjë që e posedojmë ne, çdo element që kemi të mirë, familjet tona, i kemi gjitha dhurat për i madhështisë tënde. Të paktën i madhi Zot nuk pretendojmë që kemi arritur kulmin e devotshmërisë, po publikisht e themi me kënaqësi të madhe që besojmë që ti je një dhe një i vetëm dhe Muhamedi alayhis salam i dërguari yt.
besojmë i madhi Zot në gjithë librat e shenjtë dhe në gjithë pejgamberët që i ke dërguar në tokë. Lutemi i madhi Zot në muajin e faljes, në muajin e begat të Ramazanit, në këtë agjërim të shkëlqyeshëm që na ke mundsuar deri tani i madhi Zot, na falësh gjitha gjinafet e jetës tonë. Na i falësh mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme, mëkatet e mëdha dhe të vogla i madhi Zot, mëkatet që i dim dhe nuk i dim. Ti je i pari dhe i fundit, ti je mëkatfalësi. I madhi Zot na fal neve mëkatet tona, familjeve tona dhe gjithë umetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I madhi Allah të qofshim fal, shumica atyre që janë rrjetet sociale janë mosha më delikate. Janë një moshë në të cilën jeta e tyre është përpara. Mbushja jetën i madhi Zot dhe na mbush të gjithëve me mirësi të pakufishme. Lutemi i madhi Zot na bësh neve nga njerëzit që ke derdh dhe i ke përkëdhel më të mirat e tua, siç di ti i madhi Zot. Je ti ai që the në Kur'anin famlar: o njerëzit e mi, sikur të dëshironi ti përkufizoni të mirat e mia, nuk do të mundeni kurrë. Ato janë pafund i madhi Zot. Shumë i dim edhe shumë të tjera nuk i dim dhe po zbulohen dita ditës, o sunduesi suprem i universit. Na mbulo me të mirat e tua në jetën e kësaj bote dhe na furnizo me të mira pafunde në botën tjetër. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që më fali dhe më shiroj të rinjtë dhe të rejat tona. O Zot, të rinjtë dhe të rejat që po jetojnë, arsimoj ato, bëj ato të jenë të ruetur nga çdo ves, nga çdo pasion shkatrus, nga çdo e keqe. Zëvendësoja i madhi Zot pasionet edhe veset me dije dhe moral. O i madhi Allah, forcoja atyre zemrat, bëj ato pishtar ndriçues të besimit në madhështinë tënde. Futi ato në konceptin e thellë të Kuranit që të bëhen besimtarë që besojnë thellë këtë ty dhe e mbushin jetën me vepra të mira. O Zot, fëmijët tanë që po rriten në një kohë me sfida të mëdha. I madhi Zot, bëj ato dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit famlar. Ruaj i madhi Zot fëmijët tanë nga çdo sfidë, nga çdo ves, nga çdo pasion që ja shkatron dhe ja thyen jetën dhe lumturinë. Bëj ato njerëz dinjitoz, të moralshëm, sjellshëm, të buzëqeshur në rrugën e pejgamberit alayhis salam. O Zot, asnjë prej nesh nuk është i përjetshëm. Një ditë të gjithë do të shkojmë në varr. I madhi Zot, lutemi në çastet e vdekjes na lehtësosh fjalën la ilahe illallah, se pejgamberi jot alayhis salam ka thënë kush e ka fjalën e fundit la ilahe illallah hyn në xhenet. O Zot, kur të jemi duke dhuruar shpirtin, të vinë engjëjt e mëshirës dhe ta marrin atë me lehtësi. Dhe në ato çaste i madhi Zot nuk ka vlerë asgjë përveç se ti jesh i kënaqur me atë shpirt që po del nga trupi. Lutemi i madhi Zot se nuk jemi gjithmonë në këtë ndjenja dhe emocione siç jemi në Ramazan. Për këtë arsye lutemi që jemi në çastet e agjërimit, pra jemi në Ramazan por ka hyrë agjërimi. Na i pranoj i madhi Zot lutjet tona, se ti je Zoti i gjithësisë, ti je Ar-Rahmanur Rahim, mëshiruesi mëshiruesve, ti je i gjithëmëshirshëm, mëshirëploti. Ti i madhi Zot na krijove edhe don të na mëshirosh dhe ne po bëjmë sebepet që ta arrijmë mëshirën tënde. O Zot, në ditën e gjykimit na bashko me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët, me punë mirët. I madhi Zot, ditën e gjykimit na lehtëso llogarinë. Na jep librin nga e djathta me gjinafe të falura. Na e rëndo peshojën i madhi Zot, peshorën tonë me vepra të mira. Na e bën ta kalojmë sa më shpejt urën e Siratit për të hyrë në xhenet i madhi Zot. Na bën nga ato banorët e shkëlqyeshëm të xhenetit që e shikojnë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, më i larti, më i miri, o Zoti i gjithësisë. Na ruaj nga zjarri i xhenemit, mos na bën neve në rrugën e kriminalëve dhe të këqive, po na bën neve nga ato që janë të orientuar në dritën tënde, o Allah i mëdhnushëm. Të lutemi përfundimisht na furnizo pa mas në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. O Zot, na furnizo me të mirat e tua pa mas, pa llogarin këtë botë dhe në botën tjetër. O Allah, na furnizo pa mas, pa llogarin këtë botë dhe në botën tjetër. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Allah të shpërbleft. Amin. Selamu alaikum, shifemi nesër në podcastin e radhës.